Lezhë u kthye në epicentrin e kulinarisë shqiptare, duke mikpritur 55 shefa kuzhine nga gjithë Shqipëria në kuadër të festës së Shegës. Me frutin si simbol të këtij aktiviteti, Shegën, mjeshtat e kuzhinës solën një spektakël shijesht dhe krijimtarie për qytetarët dhe vizitorët, duke përgatitur pjata të veçanta me receta tradicionale dhe moderne. Atmosfera festive, aromat e gatimeve dhe ngjyrat e Shegës i dhanë Lezhës një pamje unike, duke e bërë qytetin një qendër të gjallë të traditës, kulturës dhe kulinarisë shqiptare. Organizatorët theksojnë se qëllimi i kësaj feste është promovimi i produkteve vendese dhe ruajtja e trashëgimisë kulinare, ndërsa pjesëmarrësit e konsideruan në vendin një mundësi të shkëlqyer për të ndarë eksperjenca dhe për të frymëzuar brezat e rinj të gastronomisë. Nuk ka si mund të lidheshim më mirë se kaq, me një pjesëmarrje jashtëzakonshme, po me një grup kulinarësh, kuzhinierësh nga më të mirë të Shqipëri, nga gjithë vendi, çka i kanë dhënë një ngjyrë tjetër sot, ti sheshi, dhe na kanë dhënë nder, sepse Lezhë tashmë jo vetëm është simbol i Shegës, por është edhe simbol i një kulinarie e cila ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe ka kaluar edhe kufit shqiptar, prandaj duhet një duar tërfitje për kulinarinë lezhjane që kontribon as shumë, jo vetëm në ekonominë e vendit, por kontribon edhe në imazhin ton në Shqipëri dhe jashtë saj. Gjithashtu, pjesëmarrja e kuzhinierëve nga Tirana, nga Durrësi, nga Elbasani, nga Forgadesi, Çatakoa, nga Vlora, tregon se ky qytet tashmë është një qytet ku ka arsye për të ardhur dhe arsyet janë jo vetëm se është një komunitet i jashtëzakonshëm, është një komunitet që di të gatuaj, di të konsumoj, por edhe di të pres, sepse gjitha janë të lidhura bashkë. Unë duhet të përshëndes këtu kryetarin e shoqatës së kulinarisë Kujtim Dervishin, një mik i imi i vjetër, që unë vazhdoj të frekuentoj të familjarisht të lokali ti të Panorama në Dajt, dhe gjithë grupin tjetër, përprajm Laqin, Fatmien, e Yllit Dritës, e gjithë të tjerë që kanë botë mundur të organizojnë këtë grup kaq të mirë dhe të na tregojnë sot më të mirë që ato dinë të bëjnë me gatime me Shegën mes. Unë jam shumë i gëzuar se kjo fest ka marrë tjetër dimension si vjetë dhe shumë festa po ndryshojnë, po rriten, kanë më shumë pjesëmarrje, kanë më shumë vëmendje dhe kjo tregon se jeta e përditshme në Lezhë po energjizohet nga dita në ditë dhe në fundit kjo është një ditë shumë e bukur të cilën ne nuk do ta harrojmë dhe duhet ta pasurojmë vit pas viti. Se në fundit gjithë ham Shegë, gjithë e pëlqejmë Shegën, gjithë duhet të jemi me njëri tjetrin tu, gjithë duhet gëzojmë e gjithmonë në mbledhshim për gëzime. Faleminderit shumë, edhe një herë mirënjohjes për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, jo vetëm këtë festë, por gjithmonë në gjithë aktivitetet që Bashkia e Lezhës ka ndërtuar. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar organizator, i nderuar kryetari i Bashkisë, zoti Pirindeu, të dashur kolegë kuzhinier, të nderuar qytetarë të Lezhës dhe miq të traditës dhe të shijes shqiptare. Është një kënaqësi e veçantë për mua që ndodhem mes jush në festën e Shegës lezhane, por pak më domethënës nga vitet e tjera, ku sot plus adhuruesve të ushqimit janë dhe të pranishëm shumë mjeshtra dhe shefa kuzhine nga gjithë Shqipëria, ku në çdo kokër Shege në pjatën tuaj simbolizon një shef kuzhine, të cilët kanë ardhur enkas për të gatuar dhe për të festuar me ju, ku e bëjnë këtë fest shumë magjike edhe të veçantë në llojin e saj. Unë quhem Drejk Berisha, sot ndodhem para jush jo vetëm si një kuzhinier, por si një bir i kësaj toke, që ka parë, ka ndjerë dhe ka shijuar gjithçka që kjo tokë na jep me bujari, me shpirt dhe kujtim. Jemi mbledhur për të festuar Shegën lezhjane, po në të vërtetë po festojmë
shumë me tepër se kaq. Po festojmë ngjyrat dhe aromat e Stinës, historinë tonë të përbashkët dhe dashurinë që kemi për kulinarinë vendase. Për ne kuzhinierët, çdo frut, çdo erz dhe çdo përbërës ka një histori. Dhe shega, kjo mrekulli e natyrës, me farat si rubin, është një prej atyre dhuratave që na frymëzon për të krijuar pjata me shpirt, për të kujtuar femirinë dhe për të ndarë traditën me botën. Në karrierën time jam përpjekur gjithmonë të ruaj dhe të përcjell atë që na vën të veçantë, shijen e shtëpisë, të tokës, të kujtesës, dhe sot pranë ka shumë mjeshtrave të kuzhinës shqiptare, një se kjo frymë jeton e forcohet çdo ditë më shumë. Shega për lezhjanet nuk është vetëm një frut i bukur, është simboli i dashurisë, i bashkimit familjar, i shëndetit, i trashëgimisë që nuk do të humbet kurrë. Na juftoj që sot të festojmë shegen me kënaqëri, në sofrat tona, në bisedat tona dhe në çdo pjatë që do përgatisim, sot dhe nesër, sepse përmes ushqimit ne nuk ushqejmë vetëm trurin, por kujtesen, shpirtin dhe identitetin tonë. Faleminderit nga zemra, kryetarin e bashkisë Lezhë, zotin Perindeu.